Në vend që të garojnë me ide të reja si ta përmirësojnë jetën e qytetarëve, partitë politike po ndërhyjnë në kodin zgjedhor për të vështirësuar pjesëmarrjen në zgjedhje të kandidatëve të pavarur, thonë nga Iniciativa Më Mirë për Tetovën. Ky propozim ligj që mban nënshkrimin e VMRO DPMNS, LSDM-s, Znam dhe Vlen, u mbyll derën kandidatëve të pavarur në shumë komuna, dhe më ironik është fakti se aty qëndron nënshkrimi i deputetit Bekim Çoku, që deklarohet se përfaqëson një subjekt i cili ka lindur nga aktivizmi qytetar, deklaron Agron Arifi nga kjo iniciativë. Ironia më e madhe është se aty qëndron nënshkrimi i deputetit Bekim Çoku, që deklarohet se përfaqëson vetëvendosjen, subjekt i cili ka lindur nga aktivizmi qytetar, kurse ai me nënshkrimin e tij i ka shpadhur luftë aktivizmit dhe është integruar plotësisht në mendsinë e mbrapsht të partive politike. Ndryshimet e reja janë përpjekje për të fshirë zërat e pavarur nga harta politike. Kjo është luftë për të drejtën e çdo qytetari për të kandiduar dhe për të zgjedhur lirshëm. Për krahasim, në shumicën e shteteve evropiane, nevojiten më pak se 200 nënshkrime për pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur në zgjedhje, kurse me këtë propozim ligj, për shembull, në Tetov duhet të grumbullohen 900 nënshkrime, gati sa për formimin e një partie politike. Ky propozim ligj tentohet të miratohet me procedurë të shkurtuar, pa debat publik, pa transparencë, edhe pse u anulua vetëm një muaj më parë nga gjykata kushtetuese. Prandaj nga kjo iniciativë kërkojnë që listat e mbyllura të zëvendësohen me lista të hapura. Kërkesat tona janë të mos votohet ligji aktual, të hartohen propozimet e reja ligjore që do të përfshin kërkesat e kandidatëve të pavarur, të zhvillohet debat publik me ekspert dhe qytetar, të miratohet një zgjidhje demokratike dhe kushtetuese, dhe që është më e rëndësishmja, listat e mbyllura të zëvendësohen me listat të hapura. Ne nuk do të tërhiqemi, do të vazhdojmë të luftojmë për zgjedhje të drejta dhe zërin e pavarur të qytetarëve. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i vendit Izet Mexhiti deklaroi se është mirë që partitë politike të ulen dhe të diskutojnë për politika ditore dhe ato strategjike. Partitë politike është mirë të ulen më shpesh, edhe për politika ditore, edhe për politika strategjike, ne me të gatshëm të ulemi, të jemi faktor stabilizues, faktor që e ndihmon situatën, ndërsa çështja e patentetit ka të bëjë me disa çështje tjera, me disa ligje dhe disa vendime që duhet të sjellë parlamenti që janë në interes të shqiptarëve. Përndryshe në vendin tonë është hapur debati për ndryshime në kodin zgjedhor, ndërsa organizatat jo qeveritare kërkojnë që listat të jenë të hapura dhe kandidatët e pavarur të hynë në garë me më pak nënshkrime. Nga partitë në pushtet, propozimi është që kandidatët e pavarur të hynë në garë me 900 nënshkrime, ndërsa me 1000 nënshkrime kandidat mund të propozojnë partitë politike.